Top Albania Radio, she's on air. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në She's on Air në Top Albania Radio 100 FM dhe në kanalin 10 në Digital. Jam me këto zanat e mia të bukura që me Verën jam bërë akoma më të bukura. Vajza, mirë se erdhët përsëri. Mirë se të gjetëm Mina. Me sa duket na ka kapur pak dielli këto faqe, na ka bërë kështu si me blasht natyral. Ju ka kapur shumë bukur dielli. Nikol njëherë nuk dua të shoh fare. Nikol refuzoi. Nikol e ka tepruar me rrezet e diellit. Po vërtet nuk marr kur mjaftueshëm. Kur. Dhe madje neve sot do flasim pikërisht për këtë. Do flasim pak për kujdesin e lëkurës në këto ditë të nxehta, se çfarë ne duhet të kemi shumë kujdes, se si ne duhet të ruhemi nga këto rrezet e nxehta. Dhe këtu bashkë me ne sot është Senera Hoxha. Mirë se erdhe doktoresha. Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Jam shumë e lumtur që jam në këtë panel kaq simpatik. Domethënë nuk di këtë shikoj të fare. Vetëm te ti. Doktoresha, si të dukemi njerë? Si po të duket atmosfera këtu te ne? A mendon që kemi kapur rrezet e diellit ashtu siç duhet apo kemi gabuar diku? Na trego se po na shek shumë nga afër tani. Jo, mendoj që të gjitha ju jeni nxirr bukur dhe keni marrë fiksa të rrezet e shëndetshme, ato që janë të rëndësishme për të sintetizuar vitaminën D, edhe për të hequr stresin dhe depresionin, ëh? Ju e dini që dielli është një faktor i rëndësishëm për të ndjerë mirë. E shoh gjithmonë Nikolin çdo javë më të buzëqeshur. Kështu që mund ta marr përgjigjen. Doktoresha, këtë pyetjen që sapo ta bëra unë, a ndodh që ta bëjnë shumë njerëz kur kalon në rrugë për shembull se ndodhesh në plazh, se ti je shumë e njohur në fushën e estetikës, njerëzit e dinë shumë mirë që mund të marrin këshilla shumë të dobishme nga ti. Edhe jam shumë kurioze si ne këtu të ndodh zakonisht të ndalojnë dhe thonë ndonjë këshill të mirë. Realisht jo vetëm në klinik, po edhe në përditshmëri shumica e vajzave më pyesin çfarë kremi të përdor, a vlen ky, çfarë ore duhet të ekspozohem në diell, a ka ushqime që duhet i konsumoj gjatë verës në mënyrë që të marrë një nxirje më të bukur, kush janë markat më të mira, brendet më të mira për të krijuar këtë mbrojtjen reale. Ne e dimë që dielli ashtu siç është i dobishëm, i domosdoshëm, sigurisht që në orare të caktuara është dhe i dëmshëm, prandaj duhet kemi kujdes që të mbrojmë zonat më delikate edhe të marrim vetëm më të mirat e natyrës. Po, por cili është gabimi numër 1 që bëjnë vajzat zakonisht gjatë periudhës së verës, po themi? Po. Ka një gabim, është gaf në fakt, nuk është gabim se tashmë dihet, është hedhja e parfumit anasqafës dhe ne dimë që gjitha parfumet përmbajnë alkool, glicerin, një sër komponentesh të cilat në kontakt me diellin, pra para ekspozimit në diell, fillojnë dhe krijojnë aty një gryrje të lëkurës dhe automatikisht lëkura është pa atë barierë mbrojtëse dhe krijon njolla të frikshme, pra bën një djegje reale të këtyre zonave ose në dekolte ose anasqafës. Në fakt është një gabim që bëjnë dhe çunat dhe gocat. Kështu që në plazh nuk duhet përdorni absolutisht gjatë ekspozimit në diell asnjëherë parfume direkt në lëkurë. Çfarë sugjeron ti vajzave që duan të mbajnë aromë të mirë në plazh, por duhet ta anashkalojnë parfumet? Po sigurisht mund të përdorin disa deodorante pak më natyral, mund të përdorin kremra trupi, të cilët kanë body lotions, të cilët kanë aromë, por në të njëjtën kohë mund të krijojnë dhe këtë ngjyrën e bukur që ka Nikol sot. Jo, ato vajrat merat e mira, esencial, po. Duke ngelur dhe të ushqimet që ju donit na ceknit. Unë deri tani kam qëndruar te karotat, patjetër. Çfarë tjetër do na sugjeronit ju për të qenë pak më in? Karotat janë shumë të rëndësishme, se kanë beta karotene dhe patjetër që ndihmojnë në një nxirje perfekte, por është edhe speci i kuq, shumë i rëndësishëm. Po. Fiksa ajo që ka i datë. Jo pikante, specat e ëmbël, po flasim për specat e ëmbël. Piperka, fiks. Ti e cek e pak që është gabim pra parfumosja në oraret e diellit të fortë, është gabim si nga vajza ashtu edhe nga djemtë. Unë jam shumë kurioze të di, a ka një ndryshim midis lëkurës të djemve dhe të vajzave? Gjenetikisht ka një ndryshim midis lëkurës gjithsecilit prej nesh praktikisht. Dikush është fototip më i çelët, ne i ndajmë në disa klasa, dikush është pak më marron, pak më esmer. Edhe sigurisht që lëkurat më delikate dhe më të brishta janë ato që janë fototip 1 dhe 2, që janë bardhoshët, zakonisht kuqalashët, ata që i kanë syt me ngjyrë, që nuk kanë shumë vetulla, që nuk kanë pigment praktikisht. Njerëz që nuk arrin të sintetizojnë mjaftueshëm melanin. Më pas, patjetër që dhe lëkurat e errta digjen dhe plaken nga
dielli, por me një lloj ngadalësie, pra një bjondeje natyrale të lindur, dielli e plak shumë më shpejt se sa një femër ose mashkull i cili ka një ngjyrë tjetër të lëkurës. Pra bin që mund të themi që nuk ka një dallim të caktuar midis femrave dhe meshkujt, të gjithë janë të predispozuar për të qenë të dëmtuar sadopak nga dielli nëse nuk jemi të kujdesshëm apo. Po, nëse ne shikojmë një 60 vjeçar, është ndryshe lëkura e fytyrës, e qafës ose e duarve dhe është ndryshe lëkura e barkut, sepse patjetër që fytyra, duart ekspozohen më shumë gjatë gjithë jetës në diell, ndërkohë që barku është në sezone të caktuara, në periudha të caktuara. Patjetër, duke dashur edhe të ngelem te benefitet që deti na jep, patjetër jodi edhe benefitet ekstra që ka për lëkurën, qoftë edhe për brendësinë tonë, po edhe për benefitet e jashtme. Po, absolutisht tash është i domosdoshëm, nuk është vetëm i nevojshëm, është nuk ka jetë realisht. Dielli shëron pafundësisht sëmundje, qoftë dhe sëmundjet lëkurës, ka nevojë për disa sëmundje të lëkurës, ka nevojë për ekspozim në diell në mënyrë që të shërohen dhe të përthahen. Po mirë se jo të gjithë kanë atë mundësinë të shkojnë në plazh dhe ndjekin këto pishinat, po themi ky klori si ndikon në lëkurën e gocave, të mos atyre që kanë akne. Klori është shumë i dëmshëm, edhe jo vetëm klori, ka një sër elementesh që është tek uji i pishinave, sot vetëm pak pishina mendoj në Tiranë ose për rreth mund të kenë ato standardet e larta për ta ripastruar ujin dhe për të qenë realisht i purifikuar për t'u larë normalisht. Jo vetëm atë, po ndryshon pH-in, jo vetëm të lëkurës, por edhe të zonave intime, ka shpërthime aknesh, ka infeksione nga veshja, apo pafundësisht këto lloj problematikash. Unë do ju sugjeroja që në pishina sot ka dhe dushe dhe mund edhe të freskojnë në dushe dhe të ekspozojnë në diell. Sigurisht në oraret më të duhura, jo domosdoshmërisht të notoni. Pra oraret më të duhura, unë di është ajo ora 7 e mëngjesit që më thot mami çau. Se janë rrezet e mira. Në orën 2 futu brenda. Jo, duhet futesh më herët se ora 2, unë mendoj nga ora 12. Okej. Për barëtësinë e lëkurës tonë, ndoshta edhe mbas 11:30 nuk janë më rrezet mira. Deri në orën 4 pasdite. Pastaj nga ora 4 pasdite mund të dalim deri në perëndim janë rrezet absolutisht më të mira. Okej, super, pra. Ne ndaluam pak tek pishinat që ndonjëherë ndikojnë negativisht tek aknet, por në fakt ka dhe disa vajza që thonë edhe deti më ndikon në akne. A mendon vërtet që ka një ndikim deti tek acarimi i akneve? Zakonisht aknet janë hormonale, sezonale, kanë një sër faktorësh, edhe patjetër ndonjëherë dielli është ai që i dëmton, pra që i bën keq. Në rast se ti ke akne aktive dhe janë pikat e kuqe ende aty, një ekspozim në diell i bën ato që të nxjihen më shumë dhe të mbeten të hiperpigmentuara. Prandaj kur kemi akne ose problematikat lëkurës, është mirë që të shmangim ekspozimin në diell, sigurisht. Kur kemi një plagë, ne nuk duam ta ekspozojmë në diell se dielli e nxjin edhe lë të duket është më evidente. Cilat janë gjërat që një vajzë duhet të ketë patjetër me vete në çantë kur shkon për në plazh? Okej, atëherë duhet të jetë ujë i pishëm. Duhet të ketë ujë natyral, ujë të pastër, duhet të ketë krem me faktor mbrojtës për fytyrën dhe për trupin. Mos të harrojmë që kanë tjetër tipologji, edhe ne nuk mund të përdorim vetëm një krem supermarketi, çfarëdo për t'u lyer gjithandej. Fytyra ka tjetër lloj pH-i, ka tjetër lloj yndyre, çdo kush prej nesh është i ndryshëm, do një teksturë që ty të qëndron mirë. Dhe patjetër që mund të ketë her pas here ujë termal për t'u rifreskuar dhe për ta hidratuar lëkurën. Duhet të ketë ndonjë hidratus, vaj ose balm, janë këto si balsame tani, këto si çokolata që patjetër mund të aplikohen tek këmbët, tek gjymtyrët për të nxjerrë bukur, si Nikoli ka bërë vdek besoj këto produkte. E kam ruajtur nga shezloni ngjitur. Edhe nuk e di domethënë çfarë firme ka falimentuar se ne nuk përmendim dot sot. Jo, sot nuk mundemi. Po që këto janë the essentials, një hidratus për buzët, patjetër buzët thanë shumë në plazh, edhe krem duarsh, krem për të ndjerë sa më mirë. Por e para është SPF-ja. Gjithë secila prej këtyre produkteve që përmendëm duhet të ketë sun protection factor ose atë proteksionin e diellit. Tani na tregon patjetër. Je kurioze për lëkurën e doktoreshës? Se unë atë po shikoj që është perfekte, të them të drejtën, edhe jam shumë kurioze e di. Je gjithmonë rigoroze me skincare-in tënd apo i bën ti ndonjëherë bish kësaj pune?
Unë përpiqem të jem gjithmonë shumë rigoroze, po sigurisht që ka edhe ndonjë natë që mund të flem me Unë dua të ma lësh edhe pak minuta sekret dhe ne do kalim në një hapësirë të shkurtër publicitare, do rikthehemi pas pak për të zbuluar më shumë sekrete se kaq. Rikthehemi përsëri këtu të dashur miq në She's on Air, patjetër 100 FM në Top Albania Radio dhe gjithashtu në kanalin 10 në digital. Patjetër jemi këtu në këtë pjesë të dytë përsëri me doktoreshën ton. Përshëndetje përsëri. Dhe do doja të ndaleshim pak te këshillat që ju do doni të ndanit me ne fillimisht për këtë verë. Sigurisht që ato 3 le të themi më të rëndësishmet. Çdo verë sigurisht që ka disa muaj specifik ku dielli ka më tepër ekspozim dhe oraret ndonjëherë ndryshojnë, sepse kemi solsticet, kemi mënyrën se si nis më herët, perëndon më vonë të gjitha. Por patjetër që oraret që ne absolutisht nuk duhet të ekspozohemi, qoftë në plazh, po qoftë edhe në përditshmëri, në rrugë, në qytet, fillojnë nga ora 11:30, 12 e paradites deri në orën 4 të pasdites. Pra, është kjo pjesa e drekës që automatikisht gjithë njerëzit duhet të jenë të mbrojtur dhe jo të ekspozuar në diell, sepse janë rrezet më të dëmshme. Paktën flasim nga maj deri në fillim të gushtit, sepse më pas bie forca dhe intensiteti i diellit. Patjetër që duhet hidratohemi shumë mirë. Në verë neve harxojmë më shumë ujë në saj të djersitjes, në saj të avullimit që ndodh vetë nga temperaturat e larta dhe duhet të konsumojmë më shumë ujë të pishëm, ujë të pastër, sepse ka nevojë për më tepër ujë trupi, sepse shkarkon më shumë. Po, vitaminet. Një këshill tjetër që unë do ju sugjeroja është që të vishni rroba të freskëta dhe rroba që nuk përthithin shumë rreze dielli. Pra, gjithmonë mbetet linoja, mbeten këto rrobat e freskëta, satenet për mbasditet apo për darka, domethënë duhet keni gjëra të buta, pambuku, jo rroba sintetike, poliester, detaje të cilat sidomos gjatë ekspozimit në diell përthithin dhe lëshojnë realisht elemente kancerogjen për lëkurën. Kalim pak te këto ndërhyrjet estetike ku vajzat duket se kanë filluar të kërkojnë dhe të prirën më shumë tek natyralja. E ke ndjerë edhe ti këtë kërkesën e të qenit më natyrale? Sa duket jo. Shiko, është me personazhe edhe është një trend që nuk është linear, është roller coaster, pra. Ndonjëherë është on top hunda, ndonjëherë vjen gjoksi, pastaj vjen prap vithet, pastaj vjen body contouring, pastaj domethënë ndryshojnë nga vera në verë, varet shumë nga influencerat botror, çfarë proklamojnë ato, çfarë duan ato të nxjerrin në mod ose ato çfarë bëjnë më shumë si ndërhyrje. Megjithatë po, njerëzit nga që u fol shumë dhe mendoj që ishte një nismë shumë e mirë, jo vetëm nga ne si kirurg plastik, por dhe nga ju si media dhe sidomos nga ju që jeni vajza të reja që nuk jeni pro egzagerimeve dhe abuzimeve me ndërhyrjet estetike. Është e rëndësishme që të qëndrojmë brenda natyrales, të bukurës, asaj që ne realisht jemi. Sa më pak filtra dhe sa më pak perceptim se si duhet jetë e bukura, sepse life is life, jemi kështu siç jemi, kështu që normalisht ne nuk bëhemi asnjëherë dot si ato filtrat që ne përdorim. Janë standarde bukurie në fund ditës të cilat ti the që nga vera në verë ndryshojnë kërkesat. Këtë verë çfarë janë kërkesat që vajzat kanë më së shumti për ndërhyrjet estetike? Po, sigurisht ne mund t'i ndajmë këto në pjesën mini-invazive, por dhe në pjesën e operacioneve. Ajo që unë vëre më shumë për sa i përket kirurgjisë, on top gjithmonë mbetet gjoksi dhe vithet. Janë dy ndërhyrje të cilat realisht të bëjnë të ndihesh femër, edhe për femrat është e rëndësishme kjo pjesë, sidomos gjatë verës ku janë më të ekspozuara me veshje më të holla, më të ngushta, më të shkurtra. Ajo që vëre sot ka të bëjë me kujdesin ndaj trupit. Pra, dikur pacientët nuk e kishin këtë që duhet ta mirëmbash atë çka ti bën. Mendonin se ne kishim një shkop magjik edhe do i bënim 2 operacione dhe do ishte ashtu për jetë. Jo, në fakt mirëmbajtja dhe mënyra se si ato ushqen, a bëjnë sport, a bëjnë palestër, a bëjnë masazhe për trajtimin e trupit, drenazhet limfatik apo këto masazhe terapeutik. Pra, janë pak më të edukuar. Unë mendoj që ne kemi folur shumë për këtë pjesë, edhe shumica e pacientëve sot janë të edukuar dhe janë koshient që ne mund të bëjmë një trup shumë të bukur, por mbas një viti ai nuk do jetë më njësoj nëse ti nuk e mirëmban.
Kështu që bravo dhe çunave dhe gocave që janë personal trainer nëpër palestra, sepse vërtet që i motivojnë dhe shikoj më pak rini obeze sa më shumë që kalon koha. Ka qenë një periudhë kohe që shumica e vajzave shkonin me një foto përpara mjekut kirurg apo këtyre ndërhyrjeve qoftë edhe fillerave që janë më të vogla dhe i thonin unë dua të bëhem si kjo. Pra ka qenë një tendencë për të krijuar fytyra identike. A vazhdon të jetë akoma kjo trend? Ndonjëherë ka të tillë pacientë që e kërkojnë, por ne ja kemi shpjeguar me qindra raste që anatomia është diverse, struktura e kockave është ndryshe dhe vetë ato personazhe që ne shpeshherë mendojmë se ngjajnë, ka të bëjë shumë edhe make-upi që ne përdorim, domethënë në televizion. Jo të gjitha ngjajnë realisht aq shumë. Për shembull, diskutoi një periudhë kohe Elvana me në Big Brother, ma kujto pak emrin? Efin. Me Efin, po. Në fakt, po, ka momente që kanë hije, por nuk është se ngjajnë realisht shumë. Kur i shikon live të dyja ka secila strukturë tjetër. Krusita dhe Egli që kishin bërë atë batutën të njëjti doktor, jeni bërë. Unë mendoj që është mënyra se si ne trukohemi sot edhe pa dashje ne shkojmë drejt atyre. Po flokët, personaliteti, veshja, bukuria absolute ka simetri, ka kënde specifike dhe ne duke u qasur gjithmonë drejt këtyre idealeve të bukurisë, pa dashje fillojmë dhe përngjajmë. Por në fakt jo, kur i shikon live çdo gjë është ndryshe. Jeta e vërtet ne i shikojmë live pacientët. Shumë dakord që kur kalon një moshë e caktuar është okay të bësh disa ndërhyrje estetike, por është vënë re që kohët e fundit edhe vajzat e reja, qoftë edhe ato që janë 20 vjeç, ndoshta edhe pak më herët, pra sapo mbushin kalojnë moshën 18 vjeç, kanë tendencë të kryejnë ndonjë ndërhyrje. Çfarë kërkojnë më së shumti vajzat e vogla në moshë, pra mbi 18? Atëre shumica e pacientëve që janë realisht të vogla, sapo janë bërë domethënë maxhorene, paraqiten më shumë për ndërhyrje për të cilat ato kanë një lloj pasigurie në vetvete, siç mund të jetë hunda, që zakonisht përpiqen ta justifikojnë me pjesën funksionale. Të gjitha kanë qejf thonë që e bëra se nuk merrja dot frym. Ndërkohë që s'ka asgjë të keqe që nëse ti ke një pasiguri mund ta bësh fundon dhe të dukesh më bukur në profil edhe të ndihesh më mirë me veten. Një trajtim tjetër, një ndërhyrje tjetër që e kërkojnë sigurisht që është gjoksi, sepse realisht ka vajza që nuk kanë gjoks fare. Është genetike, domethënë është diçka që ti nuk e rrit dot dhe të duash, nuk e bën dot me palestër. Se nëse një palvithe ti mund ti formososh disi me palestër dhe mund ti ngresh, ta bësh trupin pak më të bukur se rritet pak muskuli, për gjoksin është pothuajse e pamundur. Ti nuk mund ta bësh. Është diçka që ke lindur ashtu. Po duke dashur të pyes edhe për botoksin dhe për fillerat, çfarë sugjeroni ju, cila është mosha e duhur për një vajzë ose një çun për ta nisur? Nuk ka një moshë të duhur, zemër, sepse ka pacientë cilët plaken 40 vjeç dhe ka pacientë që 25 vjeç kanë realisht rrudha mimike. Rekomandohet diçka para se ty të formohen linjat dhe rrudhat apo gjatë? Sigurisht, jo, rekomandohet që ti të kesh një skincare perfekt, mirëmbash, mund të bësh vitamina, mezoterapi, trajtime ushqyese për lëkurën, që varet jo vetëm nga ne, po varet edhe nga sa çfarë aplikon pacienti në shtëpi. Kjo është e duhura, pra është një sinergji midis nesh dhe pacientëve. Të ndodh ndonjëherë që të shohësh diçka dhe thua, jo, këto nuk ta bëj. Po, patjetër, ka shumë ndërhyrje që themi jo. Kur ka qenë hera e fundit dhe me çfarë ka pasur lidhje? Ka të bëjë me fillerat zakonisht në zonën e hundës. Unë besoj fort që fillerat janë mbushës, ashtu siç kanë dhe emrin fillera, edhe nuk më pëlqen ajo hunda me filler. Duket që e zmadhon, është thjesht një iluzion optik që në profil ti mbush këndin këtu dhe e bën të duket pak më i ngritur, ama në kohë zgjatje kam vënë re që zgjerohet, ngjan si derkuc, edhe përhapet. Është një zonë shumë e vogël dhe nuk arrin të qëndrojë aq precize sa ç'ti e ke injektuar. Pra këshilla jote për një njerëz që ka probleme me estetikën e hundës është të bëjë më mirë ndërhyrjen kirurgjikale sesa të shtoj fillera. Absolutisht, sepse fillerat pas pak kohësh jo duhen rishkrir, plus që është zona më e rrezikshme në fytyrë. Pjesa e hundës për të aplikuar filler. Ka akoma në për rrjet dhe njerëzit kanë ato pasiguritë e veta sepse të gjithë flasin me njëri tjetrin për ndërhyrjet dhe disa janë mite dhe disa janë të vërteta. E kush më mirë se ti mund na japi këto përgjigje, ç'është e vërteta. Duhet të pish 3 litra ujë që lëkurat të shkëlqejë. Po, kjo është e vërtet. 3 pa diskutim apo? Jo të gjithë, se varet nga pesha e gjithë secilit, se ndonjëherë nëse ti pikaj shumë ujë mund të mbi ngarkosh veshkat, nuk ke të njëjtin urinim si nëse ke një problem ta zëm, mbi ngarkohesh, por po, mbi 1 litër e gjys, 2 litra është idealja për gjithë. Okej. Kremi më i shtrenjtë është gjithmonë ai më i miri. Jo, kjo nuk është e vërtet.
Okej. Po kolagjeni zgjidh çdo gjë. I injektueshëm apo ai që pihet? Të dyja. Shiko, ka shumë studime sot në botë që thonë që kolagjeni që pihet nuk përthithet 100%. Edhe unë besoj këtë gjë. Thonë që pluri është pak më i mirë se kapsulat, por personalisht besoj që bën një farë përmirësimi, sidomos të rrudhave fine. Patjetër që nuk mund ta pish gjatë gjithë vitit, do e bësh si një tip kure dhe e pish 3 muaj dhe do e ndërpresësh. Por suplementet kryesisht kanë treguar që janë pozitive për lëkurën dhe për anti-aging në tërësi. Po, mirëmbajtjen. Patjetër. Më shkruaj një kuriozitet. Një nga gjërat që un kam pasur më shumë kritik, më thonin që duke qenë se kam lëkurë të ndryshme, nuk duhet përdorësh hidratues. Jo, nuk është e vërtetë. Pra të gjithë lëkurat kanë nevojë për hidratim. Dhe lëkurat e ndryshme kanë absolutisht nevojë për hidratim. Patjetër, ajo që është e rëndësishme për lëkurat me yndyrë është që duhet të kenë larësit specifik. Ata larës që purifikojnë në thellësi në mënyrë që mos të bllokohen poret. Ata larës cilët nuk të krijojnë pikat zeza, si më thon. Por patjetër që mbasi ti bën këtë lloj eksfolimi dhe këtë lloj pastrimi më të thellë, duhet absolutisht përdorësh hidratues. E fundit, sa më shumë produkte të kesh, më mirë do dukesh. Unë jam çik si Nicole për sa i përket produkteve, kështu që po, mendoj që po. Sorry. Deri diku. Sorry. E kështu i morëm disa përgjigje dhe besoj që mund t'ju kemi dhënë edhe një lloj sigurie juve që po na dëgjoni dhe po na ndiqni në Top Albania Radio. Kështu neve na fluturoi përsëri biseda dhe ne duhet të largohemi përsëri për një hapësirë të shkurtër publicitare. Jemi sërish këtu për të folur disa tema akoma më bombastike së bashku. Hajde. Dhe jemi rikthyer këtu në Top Albania Radio me gocat tona dhe doktoreshën. Po, doktoresha, un kam një pyetje për ty personalisht. Ti vetë ke komplekse kur del para pasqyrës ose kur shikon këto vajzat e bukura në rrjetet sociale? Për momentin nuk kam, se çka kam pas komplekse i kam bërë gjitha, kështu që nuk është se Nuk e më. Jo. Po sa po më fillon një kompleks i vogël, e sigurt që po e bëj atë gjë. E heq qafa. Po. Mendon se vajzat dhe gratë janë bërë shumë të ashpra me veten në kohën që ne po jetojmë? Mendoj se po. Sot është standard bukurie që s'duhet kesh qime, sot është standard bukurie që s'duhet kesh thinja, s'mund të kesh rrudha, mendoj se po. Kush i solli këto standarde? Rrjetet sociale, meshkujt, vetë vajzat apo? Jo, këto standarde i solli industria, ata që duan të shesin. Por nëse bën një krahasim me vitet 70 ose 80, perceptimi për të bukurën ka qenë tjetër gjë. Atëherë, me që jemi tek perceptimi për të bukurën, vajzat e vogla sot po hasin probleme pikërisht për këto që shfaqen në rrjetet sociale, ato që ti sapo përmende, çfarë shet industria. Çfarë do t'i thojë një vajzë që është 18 vjeçare por ka pasiguri në pamjen e saj? Cilat janë këshillat që do t'i thoja? Unë mendoj se të jesh 18 vjeç, je në kulmin e bukurisë dhe të freskisë tënde, edhe me ato imperfeksionet e vogla, me ato aknet e moshës ose me ato lëkurën e yndyrshme, goca që ndonjëherë djersin se është normale, është hormonale. Nuk ka asgjë që mund të ta marrë dritën që ti ke brenda vetes, dhe unë besoj dhe uroj fort që brezi i ri të ushqejë në radh parë mendjen dhe shpirtin, të bëhet shumë e zgjuar, shumë e zonja, të punoj fort, sepse aparenca është diçka që nuk do jetë aty për gjithë jetën. E rëndësishme është që të bëhet smart dhe të bëhet e zonja. Pra mësoni fort, shkoni në shkollë, merrni ato provimet. Ky është mesazhi im dhe bëni të zonjat e vetes. Pastaj, nëse keni kështu pasiguri tipit flokët, qerpiku, thori, gjoksi, ka gjithmonë zgjidhje për gjithçka. Kohët e fundit kemi parë shumë personazhe publike të cilët kanë deklaruar dhe kanë pranuar që kanë pasur ndërhyrje estetike. Një ndër to ka qenë edhe Xheneta, a mendon se edhe kjo ka qenë një arsye që njerëzit ndoshta janë ndier më komfort për të pasur një ndërhyrje dhe vet ata? Nuk mendoj se është një formë influence? Është një formë influence, patjetër, por nuk mendoj se është e vërtetë, sepse ndonjëherë gjërat e ndaluara janë ato që ti dëshiron më shumë. Edhe ka qenë para shumë vitesh kur dikush bënte buzët, kështu si në fshehtësi, nuk e tregonin dhe gjitha gocat e dinin që ti kishe bërë, ama e dëshironin dhe më tepër. Jo, mendoj që kjo është thjesht liri e fjalës dhe është mindset, është ti jesh open minded, ti jesh mendje hapur, dhe të transmetosh mesazhe sinqeriteti. Nuk ka asgjë të keqe që ti, nëse ke për diçka, t'ja thuash një femre e cila mund të ketë pasiguri të vogla në jetën e vet. Doktoresha, janë vitet ndërhyrja që vajzat e reja kërkojnë më shumë sot? Është e vërtetë që sot vitet janë ajo që
është shumë e shprehur si ndërhyrje që ne bëjmë, sepse sot për vitet ka disa trajtime më pak invazive. Nëse dikur për shembull neve bënim ose proteza ose filler, dhjam që quhet BBL, Brazilian Butt Lift, sot ka dhe disa trajtime më pak invazive që bëhen në klinik edhe janë më të thjeshta, më pak kohë rikuperimi që nuk kërkojnë anestezi të përgjithshme. Po cilat janë metodat më të sigurta të paktën, sepse asnjë metodë nuk është 100% e sigurt, sepse në mjeksi asnjëherë gjërat nuk janë si në matematik. Çdo kush nga ne është i ndryshëm dhe patjetër që për herë nëse ka ndërhyrje mund të ketë komplikacione. Por asnjëra nga këto metoda nuk është e sigurt. Dhe ti pak më parë na the që kjo metodë pra për zbardhimin e viteve është lehtësisht e mundshme edhe nëpërmjet palestrës. Pse vajzat po e kërkojnë? Jo gjithmonë. Stelina jo gjithmonë. Jo? Ja. Ti nuk mund ta vesh vite perfekte nëse ushtrohesh. Varet shumë nga anatomia. Varet shumë nga anatomia. Për shembull, pjesa e hip dipsave nuk arrin asnjëherë sepse aty s'ka muskul, vetë nga mënyra se si është i formuar legeni, aty nuk ka muskul. Janë dy thellime. Dhe ka pacientë, ka vajza të cilat e kanë shumë të shprehur atë. Dhe sado që mund të bëjnë palestër, mund të kenë një vite shumë të bukur nga pas, ama në anësorja nuk do të jetë bosh, asnjëherë nuk mund të mbushet. Patjetër që është trend bukurie edhe ky. Nuk do të thotë që a ja vlen rreziku ama në këndvështrimin tuaj. Nëse bëhet nga profesionist, nga njerëz që dinë të aplikojnë sakt, po, patjetër, jep një lloj impakti shumë të madh, edhe vetëm me disa mililitër filler ti arrin. Po, e bëjmë shumë sepse shumë vajza largohen. Jep, domethënë, ideja jote është e fillerat, te operacioni, BBL-i, silikoni. Varet gjithmonë silikoni jo, asnjëherë. Unë nuk di të aplikoj silikon, nuk e kam bërë kurrë sepse normalisht është një produkt që është permanent edhe nuk është i duhur i për trupin, është kthehet në kancer me kalimin e viteve, krijon granuloma, krijon disa topa që mund të migrojë, është i rrezikshëm realisht. Po për fillerin, se thonë që migron edhe jo gjithmonë. Sot ka në treg fillera që janë certifikuar, të cilët janë shumë okay përsa i përket organizmit dhe nuk japin komplikacione, janë steril. Problemi më i madh i fillerave të viteve është infeksioni, sepse patjetër mënyra aplikimit, ato që duhet të jesh safe dhe duhet të jesh mbi muskull dhe mos prekësh vena, arteri se pastaj bëhet dram, po e rëndësishme shumë është produkti. Edhe në Shqipëri fatkeqësisht qarkullojnë dhe disa fillera cheap që janë shumë të lirë dhe nuk janë të saktë në pastërtinë e tyre, në integritetin që kanë, edhe këto japin herë pas here reaksione inflamatore, edhe të menjëhershme, por edhe të më vonta. A ndikon kjo edhe në procesin e rigjenerimit më pas? Po nuk shërojnë, janë pacientë që vinë me temperaturë 40 gradë, me qelb, me infeksion, çdo gjë që është infektuar, që është injektuar, është e infektuar, duhet drenuar kirurgjikalisht, pastaj duhet ndjekur me antibiotik, ndërkohë që duhet jetë një procedurë shumë më e thjeshtë, që shërohet mesatarisht për 4-5 ditë edhe mund të kesh vite shumë bukura. Kur i tregon këto gjëra, mua më shkon në mendje direkt të pyes, më fal Nikol, po kush është operacioni që dhem më shumë? Ai që dhem më shumë për mendimin tim është abdominoplasti, operacioni i rimodelimit barkut, sepse nuk ka të bëjë vetëm me heqjen e lëkurës barkut edhe me dhjamin e tepërt, por riparohen muskujt, edhe kur qepen ato muskujt që ne bëjmë atë belin kështu kaq si ato korset, e ngushtojmë atë belin, se hapen muskujt. Po shikoj Enxhi në fakt kemi parasysh. Po shikoj Enxhi në fakt sepse nuk ka shumë kohë që ka kryer një ndërhyrje të tillë. Po un kam bërë një liposuction të barkut, kam hequr thjesht pikërisht nuk është ajo që the ti dhe nuk ishte aq i vështirë. Jo, realisht. Unë sot bëj 4 javë. Super. Edhe ndiem okay, nuk është. Je në dietë? Duhet të rish në dietë drastike? Mirë. Duhet të rish në dietë drastike. Masazhet që drenazhi limfatik, po, shumë i rëndësishëm dhe ai. Por duhet mbash një dietë, sepse shiko çfarë ndodh. Ne kemi të gjithë të njëjtin numër qelizash dhjamore. Ai që është më i shëndosh, thjesht këto qeliza i ka pak më të mëdha, pak më çiçone. Në momentin që ne bëjmë liposuction, heqim shumicën e këtyre qelizave. Dhe nëse ti shëndoshesh, çfarë ndodh? Ti nuk vë më aq shumë te zonat që ne kemi hequr, por merr në zonat të tjera, të trashën krah, trashët qafa, në fytyrë, domethënë deformohesh. Dhe 3 muajt e parë trupi është shumë inteligjent, 3 muajt e parë trupi tenton me domosdoshmëri ta zëvendësojë atë dhjam që ne kemi hequr. Dhe nivelet e leptinës janë shumë të larta. Leptina është hormoni uris që ne na jep hunger. Edhe ti duhet ta mundësh atë 3 muajt e parë. Kështu që duhet të bësh fasting edhe duhet ta mbash dietën shumë mirë. Ndërkohë ka edhe nga ato klinika estetike të cilat kanë çmime goxha më të lira se sa ndonjë klinik tjetër dhe ndoshta vajzat mund të tundohen për të bërë këtë ndërhyrje atje. Gabim.
Ktu doja të dilja, sa nga këto vajza mund të kenë ardhur tek juve dhe kanë qenë atë pikën që të lutem më jep shpëtim 13 pacient. 13. Dhe kush kanë qenë gabimet më të shpeshta? Po, zakonisht, për shembull fillera të injektuar keq, fillera të lirë, chip, që nuk japin të njëjtin rezultat. Infeksione, sepse s'ka fare kushte steriliteti, s'ka koncept se çfarë janë dorezat sterile ose gjërat kur aplikohen me agë sterile. Domethënë, këto janë pastaj gafa, janë klinika që duhen mbyllur, jo që mund të vazhdojnë të punojnë dhe të marketohen. Këto janë gabimet më të shpeshta. Mirë, një vajzë për shembull që do të bëjë një ndërhyrje në vite, cilat janë ato 3 këshilla që jep ti si doktoresh para se të hyjë në një operacion ose ku diun para se të bëj fillerin, të ketë parasysh. Duhet jetë e shëndetshme, nuk duhet pi cigare, edhe nuk do bëj sport dhe dush sauna masazh palestër për një 3-4 ditë edhe nuk duhet të ekspozohet në diell për një javë 10 ditë derisa të shërohet. Plotësisht. Un kam një pyetje, doktoresha, a arrin ti kuptosh gjithmonë vajzat që kanë ndërhyrje nga më e lehta fare, pra qof një filler në buzë, e deri tek ato që janë më të dukshme, që patjetër i kuptojmë dhe ne që nuk merrem me atë punë. I kupton lehtësisht gjithmonë apo të ka ndodhur që ndonjëherë të surprizohesh nga dikush që të ka thënë kam filler në buzë, po e zë, edhe ti nuk e ke kuptuar në ato momente? 99% të rasteve arrin ti kuptosh, sepse syri edukohet me tjetër nivel ekzaminimi. Kështu që, por ti mund të gjykosh kush është bërë bukur dhe kush nuk është bërë bukur. Qartë. Por që e kupton. 99%. Plus që unë dhe po se kuptova kam një ekon klinike dhe i vë atë ekon. Okej, mos gënjej. Ulo tani. Kështu që e din dhe nuk ngënjejnë. Nga këtu që jemi në studio, ti arrin ta kuptosh kush nga ne mund të ketë ndërhyrje? Po. Po. Kush janë vajzat? Nikoli, Stelina, Po. Edhe Enxhi, çka ke bërë, ne? Buzë të treja. Të treja, okay. Super. Pjesë në boturit. Ja. Edhe on 4. Na duhet të ishte kamera të zot. Por shumë natyral, domethënë perfeksion. Faleminderit doktoresha, dhe me këtë energji pozitive ne na mbyllim të këtë pjesë sepse kemi akoma për të folur bashkë me ty. Kështu që do shkëpute për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe kthehemi për akoma më shumë informacione. Jemi rikthyer nga një hapësirë shkurtër publicitare. Në mesin tonë vazhdon të jetë doktoresha që na ka zbuluar shumë detaje të rëndësishme sot. Na zbulove edhe palaret në vajzave dhe tani vazhdojmë me atë që është gjithashtu një nga pjesët më të rëndësishme të ditëve tona, që janë rrjetet sociale. Shumë aktive edhe ti doktoresha në fakt. Të është bërë pjesë e punës, e përditshmërisë tënde, të shqetëson një herë, mendon një herë ti mbyllësh, të largohesh prej tyre. Jo fare, un kam 4 goca që i menaxhojnë, kështu që nuk flisni me mua. Nuk flisni me mua gjatë gjithë kohës, se mua po më kapën ndonjëherë ndark më kapni, po duket mënyra se si shkruaj unë dhe si shkruajnë vajzat, kështu që jo, nuk. Unë mendoj që janë të rëndësishme, vlejnë shumë për marketing, edhe në fakt unë kam bërë disa trajnime se si duhet i menaxhosh rrjetet sociale në fillimet e mia, edhe ishte shumë interesante, për shembull po ta shikoni profilin tim, unë gjithmonë i alternoj punën me jetën time të përditshme. Se në fakt kjo është ajo që pacientët duan, sepse ata ty të asociojnë me veten, nuk kanë nevojë vetëm të shikojnë që unë operoj dhe bëj kirurgji, kanë nevojë dhe të shikojnë që çka ka vesh Senera sot, çapo ha sot. A është mirë sot apo është depresion? Si balanconi ju në fakt jetën private dhe ato të punës? Pra, ka ditë ndoshta që ju nuk ndjeni aq mirë, po përsëri duhet të performoni në atë pjesën e postimit, patjetër meqense keni të ditët që nuk jam unë postojnë gocat. Kështu që është e mbuluar ajo si pjesë. Unë gjithmonë i them, kush ka me më shkruajt sekrete, ma çonin privat në numër, sepse në Instagram e marrin vesh gjithë. Jo se flasin gocat e mia, po thjesht që ta dini. Duhet. Një pyetje që unë do ta ndaj në dy këndvështrime, qoftë karakterialisht apo edhe në pamjen e jashtme. Çfarë është një gjë që ti nuk do ta ndryshoje asnjëherë tek vetja jote? Unë jam shumë njëri sanguin, nuk kam ndonjë kështu problem që them. Mendoj që s'do ndryshoja karakterin, këtë që jam, po jo nga pamja jashtme, jo. Okej. Pra nuk e ke problem. Gjë që ti do ta shikohet nevojshme të ndryshohesh tek ti je gjithmonë pro për ta ndryshuar. Po, mund t'i prisja flokët, mund t'i bëja zeza, mund t'i qethja tull, domethënë nuk kam ndonjë kështu problem. Mendoj se këto janë gjëra të vogla. Ajo që vërtet unë s'do ndryshoja dot kur është kjo që jam, karakterin, e kupton? Se të qenurit sener. Me të mirat dhe këqijat e veta, e kupton? Me kokëfortësinë time ose me atë çka më përfaqëson, po që kjo jam unë, e kupton? Edhe unë nuk jam perfekte, kam dhe gabimet e mia, po nuk du ta ndryshoj këtë gjë. Një pyetje tani personale time. Unë për shembull dua të heq double chinin, dua të dobësohem pak. Ti si doktoresë çfarë më sugjeron?
kirurgjin, liposuction të qafës apo ndonjë nga këto gjilpërat? Sa vjeç je? Unë jam 21. Mbaj dietë aty edhe mos u. Unë kam një problem. Unë po fiksova me diçka e dua sot për nesër, nuk e dua afat 3 mujor. Shikoj, je në një rrugtim shërimi, ende duke u shëruar nga ndërhyrja që ke bërë. Kështu që është shumë e rëndësishme që ti ta rish një herë peshën tënde ideale. Doktoresha, unë do ta bëj, po si ta bëj me kirurgji apo me gjilpëra? Ai sa të shikoj unë ke aq pak, sa që mendoj që vetëm me një solucion shkrirës ne mund ta definoj më bukur këtë pjesën e jawline-it që të jetë sa më sharp. Kështu që mos e mendo kirurgjin për atë. Ndërkohë unë mendoj se në këtë fushën e estetikës ka plot gjëra që neve edhe i dim, po edhe si dim fare. Kështu që kush më mirë se ty mund na surprizoj me ndonjë ndërhyrje që ndoshta edhe meshkujt mund të bëjnë. Po. Zakonisht janë këto temat që flitet më pak, se edhe panelet, por edhe mjekët mendoj unë e kanë si problem. Sigurisht që estetika nuk konsiston vetëm në qafë edhe lart, përfshin gjithë trupin dhe patjetër që përfshin dhe zonat intime. E kam shumë qejf tani këtë pjesën se çunat gjithmonë gjykojnë gocat. Çdo mundësi e dën. Po ju s'dini të gjykoni ju. Jo jo në atë spektër. Jo mësojon. Atë po kërkoj. Atëherë, anatomikisht ne jemi të ndryshëm, jemi divers, si meshkujt dhe femrat. Edhe folëm dhe për lëkurën që është ndryshe tek individ të ndryshëm, gjë që s'ka të bëjë me gjinit. Patjetër që ka njerëz të cilët kanë pak më shumë hiperpigmentim, pra pak më shumë errësim në zonat intime. Po ka dhe vajzat të cilat kanë pak më shumë lëkurë të tepërt atje, pra labjet e tyre janë ndryshe. Sigurisht që nuk do thotë që standardi i bukurisë është që të gjithë duhet kenë Barbie vagina, edhe duhet të jenë rozë edhe paqime, por ka disa vajza të cilat kanë pasiguri për këtë pjesë. Në plazh, kur veshin streçe, pantallona të bardha, sepse labjet e tyre janë shumë më të gjata dhe më të varura. Dhe patjetër që ne bëjmë për shembull labioplasti, që është një operacion i rimodelimit të zonave intime. Por në të njëjtën kohë ka vajza që vuajnë shumë nga errësira në këto zona intime. Patjetër ajo ndodh edhe ndonjëherë nga fërkimi, nga veshja e mbathjeve të ngushta, xhinseve të ngushta, zona të cilat nuk është se janë gjatë gjithkohës tajt dhe të mbyllura dhe nuk është se ajroset shumë. Dhe kjo krijon hiperpigmentim. Kam lexuar së fundi që edhe gjaku i menstruacioneve krijon një lloj errësire për sa i përket labjeve minora dhe majore. Pra, si thua, është e pashmangshme kjo lloj ndryshimi, por kryesisht është hormonale. Dhe patjetër që ka shumë trajtime që bëhen për zonat intime, pra për komplet vulvën, por dhe për vaginën nga brenda. Çfarë janë në fakt shërbimet më të kërkuara? Po për shembull janë peelingjet intim. Sot ka peelingje për zonat intime, pra bëhet një zbardhje dhe heqja e asaj lëkurës së vjetër për zonat intime. Bëhet edhe për femra dhe për meshkuj. Bëhet mezoterapi. Mos tani para verës. Hidratim. Po bëhet hidratim. Me kalimin e viteve humb ai elasticiteti i labjeve, humb ajo bukuria. Është siç humbin buzët tek një femër që është 50 vjeç, bie niveli estrogenit dhe humb ajo plumpiness që kanë. Dhe ne bëjmë këto lloj trajtimesh për të ndjerë sa më bukur në tërësi. Po meshkujt kush janë ndërhyrjet që kërkojnë më së shpeshti për të bërë? Meshkujt duan të bëjnë këto muskujt six packs, këto çokoladat, ato i bëjnë me çokoladë, quhen Në fakt çokoladë. jam kam afërsit kështu sepse, është e mundur. Është e mundur. Pra më fal, ato meshkujt e palestruar që ne shohim në Jo të plazh gjithë. janë fake. Jo të gjithë. I pasi kemi marrë shumë të mirë qende. Jo të gjithë. Ka dhe çuna që Paska qenë nga gjithë stërviten, nga mund t'i dallojmë. do shikonin nëse kanë ato çpimet e vogla, ato incizionet e vogla, Këtu lart, të lipos, NGD janë ca kështu që Kemi ca me lut. Ajo është filler? Si funksionon? Jo, ajo është liposuction, është thithje. Ne thithim dhjam fiks në zonën ku mbarojnë muskujt dhe midis. Edhe mua, po i patjetër definojmë duhet më tepër. mirëmbajtur me fitness edhe me mirëmbajtur dhe duhet gjithmonë. mirëmbajtur me një peshë kështu dhe dietë strikte. Heqin ndonjëherë këto, ijet këtu anash, që çunat i thon pistoletat. Kemi marrë shumë sekrete sot, doktoresha, shumë faleminderit. Ishte vërtet shumë kënaqësi. Ne do të presim patjetër sërish këtu në Shizoner. Faleminderit. Koha përsëri fluturoi. Jeni yje, ju falenderoj shumë Gjithashtu edhe edhe mbajeni ti. këtë energji kaq të mirë sa që keni dhe bëhuni the best version of yourself. Të gjitha, versioni më i mirë. Faleminderit shumë Ne faleminderit. të urojmë shumë suksese në gjithë punën tënde, projektet e tua që ti mund të kesh në mendje në të ardhmen.
Prandaj do vish prapë këtu tek ne. Thank you. Faleminderit shumë. Patjetër. Ne do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, do rikthehemi sërish me të ftuar të tjerë. Jemi rikthyer, jemi live në Top Albania Radio në 100 FM dhe në kanalin 10 në digital. Në studion ton ka ardhur pak energji maskullore, e kemi zhdukur tërësisht atë femërore dhe kemi futur pak energji maskullore për ta lezettuar pak studion. Sot me ne është Konstantin Pula, direkte nga Top Arena. Së pari rrinit e energjia femërore se është më mirë. Bota është më e bukur me gocat. Duhet edhe një herë vetëm për ta thyer. Po ty si të duket që sot janë në një studio televizive vetëm me vajza? Doni të them një sekret, që është hera parë që vin në Top Albania Radio? Po, jam lidhur kur bëhet emisioni Glenti premteve. Paso, jam keq me mikrofonin, zakonisht jam mustap për këtë gjëra, po. Jam lidhur me telefon, me fjalë kështu, po jo, do thënë studiot e Top Albania Radio është hera parë. Nuk janë, është hera parë. Po mirë se erdhe. Me këmbë të mbar, hajde. Futa me djathtën, Leda ka çka ka shënsoj, futa me këmbën e djathtë. Kosta ti je një nga ata personazhet që batutat e tua kanë rënë gjithmonë në sy, njerëzit kanë qeshur gjithmonë dhe patjetër nuk ka munguar dhe nga kjo të kanë njohur si fillim. Bashkë me këtë dhe për sportin. Ti mendon se njerëzit të njohin më shumë nga sporti apo nga humori që ti ke, nga batutat që ti hedh? Besoj, domethënë, procesi sportiv edhe Top Arena ishte një trampolin shumë e bukur për të bërë i famshëm. Unë nifem ushqyem për batutat e mia, në fjalë që kur kam qenë në shkollë, domethënë që bija në sy me këto shprehjet e mia, me batutat e mia, por që nuk e di, domethënë, për shembull kur takoj njerëzit, ky është shoku i Manushit, vin m'japi dorën. Po si ka lindur pasioni juaj për futbollin? Në çfarë moshe dhe si e keni zbuluar që okay, gjithë jetën time unë do jap fokusin tim aty? Atëherë, përpara kam qenë me Juventusin. Okay. Kur kam qenë në shkollë kështu, edhe nuk e di, më pëlqejnë ato ngjyrat bardhëzie, ku do të ka pasur një uniformë të lezetshme në fillim fare me Serie A. E keni pasur kështu një idol nga Juventusi? Jo, nuk është se jam fort të ekipet të sportit, nuk është se jam, por që na ka qenë, do thënë, një ekip që po thjesht gjithë qyteti ishte me Juventusin edhe unë me ta. Pastaj nuk jam fort te ekipet italiane. Po, pastaj ka qenë me Juventusin siç jam unë me Milanin, se ishte babi. Po, por kjo është arsye do. As vetë se di pse kam qenë me Juventusin. E kuptoj. Më vonë kuptova që po dush do thënë të kesh atak në zemër, ose me Juventusin, ose me Milanin, ose me Interin. Edhe do thënë ata janë kështu, nuk parashikohen. Edhe sot ti nga këto tre skuadra vazhdon të jesh me Juventusin? Jo, nuk jam me ekipet italiane, unë jam me Paris Saint-Germain tani edhe me francezë, se kam pas ke transformuar fare. Po, nuk është se kam, çdo son merrem edhe me turizëm, çdo grup që vjen në Shqipëri më pyesin për Lorik Canën. Po se shumë i famshëm në Francë. Edhe është një ekip i vogël, do thënë aty ku ka qenë drejtor sportiv kështu. Do thënë nuk është se jam fan si çmendur e një ekipi, thjesht jam kështu pak edhe prej Manushit jam fut në botën e sportit edhe Kosta, po ti ke ndonjë skenar për gjithë të batutat që thua, i mendon para apo i bën kështu spontanisht? Batutat vijnë kryesisht nga miqësia që kam me Manushin, do thënë e njohim mirë njëri tjetrin edhe e di, do thënë ai e di se si reagojnë, po si funksionon. Edhe po ta keni vëre për shembull batutat e mia janë më shumë në përgjigje, do thënë Manushit. Pyetjeve. Edhe i çik bëj si naiv, do thënë kështu se Kush është ai që qesh më shumë me batutat tua? Nga njerëzit e televizionit. Manushi. Po Manushi për shembull thotë, bravo këtu, ose kështu më jep i farë, do thënë, ose për shembull këtë temë mos ta prekim, do thënë se normal që diskutojmë para emisionit. Pastaj vijnë mesazhe plot për shkak gjatë emisionit, do thënë shkruajnë njerëzit që për shembull. Po sa jam kurioze, për shembull ti mund të thuash ndonjë batutë ose ndonjë shaka. Ka momente kur nuk qeshin personazhe. Nuk plot herë, se kam problem. Po çfarë bën ti kur nuk qesh? I fusni budallik tjetër dhe bulet parë. Ideja është
mundojmë, do thonë, asnjëri s'është perfekt, por mundojmë të qenë sa më e vërtetë, do thonë sa më spontan. Pastaj normalisht që mund një batutë që për dikë është e lezetshme, për dikë tjetër mund duket si budallallok për shembull, edhe por që unë jam rahat me veten, i them gjëra siç më vinë, siç i ndjej dhe jam okay. Çdo gjë ti thua është ndje që është aq me sportivitet dhe të gjithë marrin me shumë të qeshura edhe goxha ndihet humori jonë. Ma mirë për shkak është kritike kur se ç'a bëjnë, do thonë, se janë ca sekrete tani televizionit që aty nxjerrim. Po tani Kur ma japin skaletën për shembull, mi printojnë me gërma të vogla emrat e futbollistave dhe me zi lexoj. Edhe e bëj negas. Pastaj edhe kur i lexoj unë ngatroj vetë, kupton se është çështje e sa ti është humori. Si po ju duket në fakt ky sezon? Duke qenë që ne po ju shohim ju çdo natë Top Arena. Unë shoh edhe te klikimet e mesazhet që mbin te reagimet e njerëzve për shembull, është zjarr fare, do të thënë dia unë kisha informacion për shkak që një video e jona ka shkuar 14 milion shikime, në total ishin 100 milion shikime videot e vetëm Top Arenës nga dita parë deri në dje. Kosta, si përfundove ti në televizion? Kjo është e bukur. Kur kam qenë gjimnaz fare, unë kam qenë fotograf. Okay. Edhe një gazetar më i vjetër më merr me vete që bonim foto, video në për dasma në për kështu. Edhe me aparatin dhe me kamerën jam lidh çat herë. Një farë periudhë kam qenë si punë korespondenti për ca televizione të vogla dhe gjatë protestës së 2018-s të studentave, rastisht takojnë shesh Bledi Manën. Edhe por ai më kishte kërkuar me kështu me Kosta s'pa dinte mbi emrin. Nuk më kishte gjetur dhe në te diella bëjnë një emision lunatik, ka qenë një emision si punë debati politik. Dhe shoft në story të Bledi Manës, unë kisha ndërkohë në Instagram. Kishte qenë Stamboll te varri Sami Frashit, s'është histori shumë e lezetshme, prandaj dish tash ta them. Edhe kishte hedhur 2 letra si për varrit me mirënjohje për veprën e Sami Frashit nga kryetaria e Bashkisë Përmetit, një zonjë, dhe me mirënjohje nga Bledi Mane. Tani unë siç i kam këto batutat i kthej përgjigje Bledi si përfundim ja u ktheu Sami Frashi kartolinën apo jo. Më kshu gjetët ju të dy. Edhe më shkruan Bledi ku je, kam kërkuar, kështu hajde në emision. Bora ato provat se si isha fort i mësuar me kamerën, u futa në emision, Manushi i pëlqyn batutat e mia, përfundova te procesi sportiv. E po ja, kështu. Kjo është pak a shumë rrugtimi im, do thënë. Bled Mani që nga bërë se beb, domethënë. A mendon që je familiarizuar mirë me kamerën tani? Të ka dalë ai cikleti i parë? Jo, nuk kam emocione në përgjithësi. Mendoj se do të thonë kap çdo ditë, po nuk besoj se nuk kam emocione në përgjithësi. Po ti na the këto kritika që ti jep te mami ty. Ajo për shembull ka kompleks kur unë ngatroj emra, se thot ti ke bë 2 universitete dhe ngatron emrat, kupton? Edhe faktikisht është çik dikush që nuk njeh thot ky s'dika me lexu. Por që kemi thënë jo, sa që është nuk. Këto këshillat e mamit janë shumë të lezetshme, por ne do t'i ruajmë për pjesën tjetër sepse kemi akoma shumë për të folur. Kosta, ne do bëjmë një shkputje shumë të vogël publicitare dhe rikthehemi shumë shpejt, ju qëndroni me ne. Rikthehemi përsëri të dashur miq, patjetër në She's on Air. Jemi këtu në 100 FM në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në digital. Patjetër kthehemi këtu me Kostën dhe patjetër me vajzat dhe do ngelemi te këshillat dhe fjalët që mamit ka thënë patjetër në eksperiencën tënde televizive dhe më pas edhe pak të Top Arena. Siç po thoja edhe më përpara, ajo për shembull nëna, do të thonë meraku i nënës, rri kështu thum për shembull pse nuk e lexon më përpara letrën, do të thonë, ose pse nuk është, do të thonë ajo nuk e di që televizioni është diçka tjetër dhe jeta për shembull kur jam tavolinë me mish ose për shembull me shumë jam patjetër shumë më serioz, kupton? Po aty tani duhet i përshtatesh formatit. Edhe roli im atë ka, do të thonë që pse për shembull aty janë shumica të tifozë në emision, edhe acarohen ndonjëherë, kjo është nxehet situata dhe ç'a bëj unë jam si punë shkarkuesi, domethënë i fuzin batut çeshin edhe e harrojnë. Edhe mami im thot për shembull që kisha ndërhyrë një herë Manushit unë, thot po si po është mungesë respekti, pse i ndërhyj, po më mami po këtë punë kam unë, kupton? Unë do ta bëj enkas këtë gjë domethënë. Unë jam shumë i sigurt që njerëzit pëlqejnë spontanitetin tënd. Po çfarë ndodh para ekranit ne të gjithë e shohim dhe ne
Tashmë e dim që ato batuta që zbusin të gjitha ato debatet i e ti, po pas kamerave, kush është ai më humoristi? Kush bën më shumë për të qeshur? Nga stafi Po. po Manushi herë është gjithmonë i qeshur i po. Emri i parë është gjithmonë Manushi. E di pse, sepse është me vërtet, është për shembull, unë shkoj gjithmonë në Top Channel i pari. Jam, do të thënë gjithmonë jam minimumi gjysmore, minimumi gjysmore përpara se të vinë të tjerë, domethënë. Dhe për shembull, pse erdhe kaq vonë? Ku je ti? Po mirë, me që na the kështu që ti vin ke gjithmonë gjysmore para. Na trego pak sekretin kush vjen vonë. Por është kundërta karakterit tim, se kur kam qenë punë mësues, shkoja gjithmonë 5 minuta me vonesë. I bën kënder në tënz vetë. Nuk punoj më, kam fjalën të thonë që kam punuar shumë me karakterin tim për këtë pjesë dhe jam gjithmonë përpara. Je përmirësuar. Po me vonesë kush vjen? Gocat. Kush nga gocat? Po gocat se rrin atje te grimi. Tash kush më shumë, Francesca apo Brikena për shembull? Për zoti se kam vënë re. Po gocat janë. Të dyja. Po të dyja, duke mbajtur mirë. Gocat vin për herë, do thënë se do thënë le të themi 1 minutë para se të fillojmë. Kush nuk e pranon shumë atë ngacmimin? Do të thënë tek një person që ti ndoshta mund të matesh pak para se ta ngacmosh. Shikon, ne është një rregull i pashkruar në emision. Do të themi gjitha këto gjërat jashtë kamerave. Çfarë është shumë interesante për të thënë. Kemi si rregull në emision që njerëz që nuk kemi shumë konfidenca nuk i ngacmojmë fort. Do thonë për shembull nëse është një person që nuk kam ndenjur me te, do thonë nuk para i bëj fort batë se ta merr dhe për keq. Kush është një nga këta persona që ti ndihesh pak më i rezervuar për të bërë një batutë nga ato të tua, që njerëzit për shembull mbrëm ishte Redon Makashi për shembull në studio, nuk është se replikova me të sepse është kupton, është njëri serioz, është emri që ka, kupton, janë sa njerëz vetë statura e tyre, do thonë nuk bëj për shumë shaka me Mateon e me Brikenën, ngacmoj shpesh. Tash nga këta që janë të përhershëm, që janë pjesë e stafit gjithmonë, ke ndonjëherë që ndihesh i rezervuar? Jo, më respektojnë shumë, për zotin. Për Edi është më serioz, për shembull. Me Gzimin kam shumë konfidenca, me Lorencon shumë. Edhe me Ervinin, me fjalë të katër që janë, do thënë, edhe me Ervinin, po do thënë Redi është më seriozi në të folur në duket edhe që në artikulim në po ti kush që nuk t'i kap fare batutat? Se di, unë vetëm i lëshoj. Vetëm i lëshoj, nuk është se kam vënë re. Për shembull, para mbrëm bëra një batutë, i thash Mateos e Brikenës, ju jeni si Juventus, si thash me Interin, thash që ideja është që nuk parashikoheni kur. Lidhur me marrëdhënien, thonë uljet e ngritjet. Edhe po, gocat e publikut çeshën, Mateo dhe këto, do thënë me çka kuptova duke kuptuar fort batutën time. Po mirë, se Mateo e ka pasur dikur më përpara që nuk ka qenë shumë i familiarizuar me sportin, ndoshta tani po futet mirë në këtë fushë. Le të themi, ta them prapë me batutë ishte si tip batutë bigjozgjish, domethënë. Ndoshta nuk e kanë kapur batutën. Ndoshta nuk e kanë kapur batutën siç duhet, edhe prandaj nuk kanë qeshur, se jam e sigurt që po ta kupton. Po zonjat e publikut u shkrin, domethënë kur ja thashë. Domethënë sepse këto ekipe janë si të paparashikueshëm. Sot fitojnë me 5 gola, nesër humbasin, kupton edhe kjo ishte. Me Franceskën që përmendëm dhe pak më parë, njëherë që nga procesi sportiv. Çfarë mendon për Franceskën? Po qesh sepse kam një parim që nuk flas për njerëz që janë pranishëm, as për mirë as për keq. Po ata janë personazhe publik, Francesca është shumë profesionale. Edhe është shumë profesionale. Unë e shoh gjatë reklamave punon me skaletën, lexon, përgatitet përpara. Francesca është shumë profesionale, do thënë, më respekton shumë. Ti ka batutat Francesca? Po. Por do thënë Francesca nuk më prezanton asnjëherë dhe ja kam bë vretje. Kam thënë prezanton panelin dhe për herë asnjëherë nuk më prezanton. E ka personale me ty apo thjesht të harron? Jo, nuk e di, nuk më prezanton. Nuk e ke kuptuar akoma. Ja kam thënë dhe prapë se bën. Jo nga emra që ti ke përmendur më shumë gjatë gjithë intervistës ka qenë patjetër Ed Manushi. Si ka raportin tim me atë? Na tregoj çik më shumë. A të ka thënë ndonjëherë kështu kur keni qenë live që mos të thuaj këtë gjën ose jo, nuk para të censurojnë. Madje për zotin, nuk para, do thonë, emisionin jon ka ca vija që ju i dini para ideologjike, do thonë nuk flasim për politikë,
Edhe pse unë kam shumë pasion, nuk flasim për ca gjëra, do të thënë që s'ka të bëjë me emisionin. Kjo do të thënë, Po që është emision sportiv. Po, s'është emision sportiv. Se do të flasësh për politikën. Po jo, për shembull ka ca gjëra për shembull që edhe para disa ditësh që kishte ftuar Nart Ndokën, aty për shembull i takon të flasë për politikën, kurse ti që quhesh si një personazh lidhur me futbollin, do flasim për futbollin. Okej, jam dakord, po janë disa emisione që duhet shfrytëzohet audienca dhe për të dhënë ca mesazhe për shembull. Edhe për shembull politika është ndaluar. Ne japim mesazhe për dashurinë. Për shembull Mateo dhe Brikena në sytë tu si kanë qenë për shtypjet e para. Ja, pra si Juventus si me Po takimi juaj i parë si ka qenë? Me ka? Me Mateon dhe Brikenën. Herën e parë, do të thënë një ditë pas se të fillonte Top Arena, e kam takuar te kafja e Top Channelit. E përshëndeta, nuk më njifte, ju prezantova. Dhe do thënë ulëm tavolinishin me çuna me gëzimin e me është një tavolinë ku rrim ne, domethënë kështu bën bisedë normale, domethënë nuk është se më trajtoj sikur nuk më njihte, domethënë. Po cila ka qenë përshtypja e parë në fakt që ju keni pasur për ta? Nga takimi i parë. Për Mateon. Për te Big Brother tani, për te televizionit. Jo, Mateo është super djalë. Është shumë i edukuar, edhe mbrapa skenave. Mi fjalë shumë i edukuar, do thënë i bën ato marrëdhënie korrekte me njerëzit, domethënë. Ndoshta as nuk i turret një njeriu, ke parasysh. Un jam shumë impulsioni turrem njerëzve, si të kam ku i kupton kështu. Mateo jo është më i rezervuar për shkak të këtë pjesë, është korrekt. Po Brikena si të duket? Po Brikena është super gocë. Super djali dhe super gocë. Unë mendoj që është vajzë shumë e mirë, por siç kam qenë përpara, që sapo ka pasardh në Top Channel, duhet ta lër prizrenin mbrapa. Çfarë do thuash me këtë? Kjo është një këshill. Po, për shembull kur isha në fillim në Top Channel, për shembull mendoja, bëja i batut çfarë do thonë për mua njerëzit mamurra, si do ta marrin, kupton? Pra ti mendon që duhet të jetë pak më i çlirë. Një televizion më duhet i lesh. Duhet të jetë çlirë. Çfarë po, më e çlirë. Dhe unë mendoj që kjo pjesë e Brikenën e komplekson. E komplekson pak. Do të thënë, është sigurisht vajzë tradicionale, vajzë shumë e mirë, korrekte, rregull, të kupton kështu, por tani nuk bëhen të dy televizion, e të jesh lirshëm ose këtë kuptime kam. Kur ti thua Brikena duhet të lërë Prizrenin, ti mendon që Mateo e ka lënë Elbasanin? Po. Mateo shumë djalë modern është. Po. E ka pasur Elbasani vetë është qytet me histori, po. Patjetër. Unë nuk kam fare parajgjykime të qyteteve, por thjesht meqense ti e përmend këtë gjë, po e siç është në Prizren, po, në kuptimin që duhet ta lërë se Shqipëria, siç thashë, është një fshat i vogël, duhet ta lërë se çfarë të mendojnë tjerë për ty kur bën televizion. Jemi në këtë pikë që ti thua akoma, edhe pse ka disa kohë që Brikena shfaqet në televizion, nisur që nga Misi, Big Brotheri, Top Arena e kurzon veten në shumë gjëra, domethënë. Paralelisht më thuan që Mateo e ka lënë Elbasanin. Mateo e ka lënë Elbasanin përpara se të vinte në Top Arena apo gjatë kohës që ishte në Top Arena? Se ti ke parë më nga afër. Përpara unë kam parë vetë në televizor Mateo, nuk është se kam njoft personalisht. Po mirë, ai sa e ke parë? Mendonte që kishte Elbasanin akoma brenda vetes. Po mendoj që po. Po. Dhe në Top Arena është totalisht i çlirë atje. Mateo shumë, madje unë kam pa dhe me batutat që bën me të ftuarat, për shumë me gocat, me njerëz që fton, kur i bën atë në presion me Mateon, për mënyra si reagon, kështu do thënë është komplet i lirshëm. Bravo, po. Një pyetje që është gjithmonë, sidomos tani në këtë sezon të Top Arenës, nuk ngelet pa u përmendur, a janë bashk, as janë bashk, se i bën këtë publikun lëmsh. Ato janë çfarë janë, janë si janë, do s'di çfarë ta mos më pyet për këtë gjë. Mirë, s'ke parti ndonjë puthje aty në prapasken, se ja. Po nuk ka të bëjë kjo, sikurse kimia ndihet. Nuk është të thonë që po për shembull një ditë vinë futën thashë theme o goca. Hajde tash. Asta e kuptova. Një ditë vin në humor, një ditë vin, do thon të mërzitur. Me pren shofë si është për shembull, unë kam menduar shumë herë. Kur janë në këtë pozicionin që për shembull Brikena duhet të intervistojë një mashkull dhe Mateo duhet të intervistojë një femër, bën një çik xheloz për njëri tjetrin. Brikena u bë pardje, pak xheloze. Për kë? Keni pasur dje? Kush ka qenë par të kujtohem. Kush ka qenë pardje? Për Gabrielën?
Më duket se për Gabrielen, po. Mirë, se edhe Mateo është bërë xheloz për Brikenën në disa momente. Xhelozia, nuk e di të martuar asnjërin beqare. Të gjitha beqare. Njëra po beqare. Xhelozia është sëmundje, po është tjetër. Në sidomos në martesë, xhelozia është si kripa. Okej. Domethënë duhet as shumë as pak. Pak sa për shije. Po. Edhe nëse s'ke xhelozi do të thotë që je kot bashk. Nëse ke shumë xhelozi do thotë që e ke thartu fare atë lidhje, e ke bërë toksike shumë. Mirë, Kosta, shumë i rezervuar me këtë marrëdhënie këtyre. Si s'po zbulojmë do ta zgjojmë më tepër për këtë çift shumë diskret këta të dy. Na trego pak të dy për herë të parë në moderim. Kush të duket më mirë se tjetri? Kush është familiarizuar më shpejt? Mateo është shumë më mirë. Mateo. Unë në fakt doja të kaloja direkte tek kjo pjesa Brikena është që brenda kornizës klasikës, më fal. do na japësh disa epitete për këta emra që ne do të përmendim. Okej. Dhe do filloj me emrin e parë siç e vendos dhe ti, Ed Manushi. Tadam! Karizmatik shumë. Edhe ekip bërës, sa shumë e rëndësishme kjo pjesë. Është bukur kjo. Ekip bërë. Ekip bërës. Pra është një lider i mirë thua ti. Është shumë po, i di gjërat, i di rolet, të jep atë që ti mund të bësh. Nuk është kërkues për gjëra që e di që si bën dot, do thonë nuk të fut në presion. Jo vetëm presion, por nuk të fut edhe në siklete. Sepse mund të jetë diçka që s'është presion, po ti se bën dot, ashtu. E përmbledhim, një epitet tham. Atëherë Manushin po e quajmë lider i mirë. Po, ekip bërës. Ekip bërës. Dita bëj ekipin fiks. Franci është tamam, do thonë qeshia mbitor të emisionit. Mateo Borri. Mateo i ndërlikuar. I ndërlikuar. Mos pyesni për emrin tjetër. Duhet mjaft diçka tjetër për Brikenën, se edhe Brikena është në listë. Shikoj, unë mendoj se i ndërlikuar i shkon më shumë Brikenës. Okej. Okej, Mateo. Po, Mateo është futet te njerëzit, vazhdova me fjali prapun. Serioz, punëtor. Edhe i sjell shumë. Okej, kështu si e përshkruan ti është djali perfekt, a është i dashuruar Mateo? Jo, s'është perfekt. Ka tipi Mateos në për shembull, po ti isha unë me dashurën time nuk do isha aq i duruar sa Mateo. Un kam 10 vjet martesë për zotin. Po atëherë nuk e bën kjo perfekt përderisa është kaq i duruar? Po askush s'është perfekt. Po mirë, pra tash po them. Shumë afër perfekt, ja, mund ta shajmë. Është ideal me gjitha të mirat. Okej, në rregull. A është i dashuruar? E ndjen ajër aty? Mateo i herë Mateo se diku ka trut as kokën, as zemrën. Në këto kushte, a mendon ti që ja vërtetson punën atyre të dyve kjo situatë? Jo. Jo? Stafit po atyre se besoj. Pse ja vërtetson stafit? Po për shembull, unë vura re e di që nuk mund të them që ishin zën, po ke parasysh kur nuk kanë ato vështrimet me njëri tjetrin. Dhe tani për mua është siklesh, për ku të shkosh atje apo atje, ose kupton janë çfarë do të thonë se ndjehet tani që kur vjen. Ta bash mirë me të dy. Që kur vjen për shembull, kur shikon një njeri që rri këtu dhe një tjetër që rri këtu, është kuptohet ajo tani që se ne kemi dhe këtë, do thonë ulemi gjithë bashk. Qoftë dhe ke zyra sipër, do thonë kemi një tavolinë të madhe, ulemi gjithë rreth. Ç'a bëre sot ndjehet ajo zhurma ajo me fjalë kështu. Dhe kur njëri rrin me cep tjetër me cep tjetër kuptohet, domethënë është plus që kena edhe përvojë tash 10 vjet martesë, kuptohen gjona. S'ka nevojë me t'i thënë. Po mirë, në një incident ka ndodhur kështu në prapas skena që ju mund t'i keni parë duke janë shumë etik, në punë janë profesional thua ti. Janë se ç'kan jashtë gardhit top channelit është po punë tani ajo kuptohet kur rrin bashkë me një vend për shembull. Po kjo ka ndodhur vetëm një herë për shembull para një javë. Por që pyetja janë bashkë, mendoj që janë bashkë. Bashkë qofshin. Unë mendoj që janë bashkë. E pasi këto portalet janë po na rëndon kjo lidhje dhe neve. Është një konvitor shumë. Kjo themi të fortë erdhi një ditë. Dgjoj, më ruaj këtë për pjesën tjetër, sepse koha këtu kalon shumë shpejt dhe ne shkëputemi prapë për një hapësirë të shkurtër publicitare, por rikthehemi prapë me Kostën. Vazhdojmë të jemi live në Top Albania Radio në 100 FM dhe në kanalin 10 në digital, siç e thash në mesin tonë vazhdo të je Kosta dhe le diçka pa e përfunduar nga pak më parë se kaloi tek atmosfera botërore. Se mbaj mend, kishte ardhur një djalë nga Kosova.
vetëm për me taku Mateo. E kishte vënë nipit emrin Mateo. Kishte 4 orë para Top Channel-it. Dhe unë parkoj makinën, edhe ma bënte me dorë kështu, edhe po më thriste. Edhe shkoj unë, tha, lutem, tha, se e dita që ti del ta ke Top Channel. Tha, unë kam marrë për Mateon, po ishin mbush syt me lot kështu, du me taku se s'bën. I thash, për zotin, thash, nuk e di ku është, edhe çoj mesazh te grupi. Mateo ku je, edhe ka takuar. Jo, ku je, nuk ishte Mateo ku je, edhe shkova e thirra, domethënë. Edhe doli te dera, bëri foto, për çafune u bën, do thonë. Pra ti e bëre të mundur këtë takim. Kosova, po. Më trego diçka se edhe ishte gjë e bukur në fakt se unë kam vënë re për shembull te protesta ose kur në rrugë për shembull kur m'japin dorën njerëzit për shembull që më duan kështu, po si do thonë të më dojnë një fan si çdo Mateo, do isha shumë i lumtur. Tani më jemi te fancat, shpejt. Përpara se të kaloj si thashë te atmosfera e botrorit, kemi parë të dy shumë të afërt me publikun, qoftë nga rrjetet sociale, qoftë në Top Arena se i vin këto dhuratat. Kush ka më shumë fanca, Briken apo Mateo? E ke ndier ti këtë diferencë? Se di për zonë. Unë mendoj se ka më shumë Mateo. Jo, unë mendoj që Briken e urri më shumë larg fansave. Është më popullor Mateo, po thua. Po, unë mendoj që Briken e urri më larg fansave. Pse? Po nuk e di tani, unë mendoj po bëj analizë bazë. Çfarë shef ai nga larg? Si vjen energjia? Do t'i shkëputemi pak energjisë Brikenës dhe Mateos, dhe kalojmë kalojmë tek atmosfera botrorit. Si po ndihet Kosta? Të duket ndryshe nga botrorit e tjerë, është njësoj, çfarë e veçon këtë nga të tjerët? Në kuptimin e Top Arenës është zjarr fare, domethënë si botror është shumë me orare të papërshtatshme, njerëzit zgjohen 3 mjes me sytë e kuq, domethënë është ekipet europiane po hasin shumë vështirësi. A mendon që nuk po e shikojnë njerëzit sa duhet botrorin për shkak të orareve? Se shumë e kam dëgjuar këtë problemin e orareve. Po sepse tani ndiqet në çdo gjë nuk ndiqet mos i përpara. Po edhe oraret, po edhe kjo faza e parë tani përfundon, fillon bëhet pak më e nxehtë, mendoj. Intensiv tani, po. Pastaj që të jemi sinqert, këto mikrochipet e këto gjërat e kanë prish fare futbollin. E kanë për shembull mikrochipet që i fusin topave, vari. Unë personalisht jam i çik më konservator për këtë gjë. Unë do të preferoja futbollin para ta së Kurse mua më i kontruri, për shembull, me që e hapëm këtë temën e varit. Në momentin që është ky pozicioni jashtë lojë, që unë vazhdoj të kem vështirësitë e mia për ta kuptuar se si është një funksionon. Po. Dhe jepet ai dhe aty të shkretit tani futbollistit thjesht i ka dal maja e gishtit vogël këmbë sa anash dhe ja quajnë pozicion jashtë lojë. Eksakt të po thoja, do thon tani Maradona mbahet në mend histori pse për dorën e Zotit, ai ishte dora, as ishte dora, kupton? Se edhe kjo është pjesa e bukur e futbollit, kupton? Ai ishte as ishte pozicioni jashtë loje. Tani arbitri jep një vendim në fush, janë 3 vet atje nga kamerat, nga salla vëzhguesit e kamerave, që i thonë jo se si ishte, janë anullojnë vendimin, kupton? E kanë bërë shumë komerciale. A mendon ti që ka gjykime të gabuara në këtë botror? Patjetër që për shembull Mbappé bëri një gol kundër kujt lozi, kundër Suedis. Bëri një gol, ja anulluar në sekond. Pozicioni jashtë lojës ishte maja gishtit jashtë. Po Kosta, sipas te kush janë kryesorët favorite për ta fituar këtë botëror? Fiton Franca. Kosta mos e bëu fitoi Franca. Me kë është kundërshtar që fiton? Portugalia shumë mirë, Argentina shumë mirë, Anglia. A do e kemi vallë Kosta një përballje sërish të Argentinës dhe Portugalisë ku do kemi Messin dhe Ronaldon sërish në fush? Unë mendoj që në finale do shkoj Franca-Angli. E ka ndarë ai? Po kështu në gjysmë finale, ndoshta në një nga këto përpara. Po duhet shikohet formula, ke parasysh sepse janë unë me sa di unë për shembull Argentinë, Portugali janë në njëjtën krah. Janë në të njëjtin krah? Mos u gabofsha, nuk jam i sigurt. Edhe se duhet të jenë, ke parasysh kanë qenë 32 ekipe këtej, domethënë edhe duhet të jenë përballë që të vi momenti që tani me gjithë këto surpriza dhe momente të paparashikueshme që ka botrori, kush mendon që është skuadra që ka më shumë, është më e predispozuar për të na zgënjur në këtë botror? Po Gjermania është gënjeu se iku rraf në Panamaja kush e rraf. Hollanda është ekip, Japonia më erdhi keq që u skualifiku për shkakun se ishte super ekip.
Ishte super ekip. Hajde, se mirëja bëri Edhe me thon drejtën doja që kisha një farë kështu brenda zemrës që shkonte minimumi deri në gjysmë finale dhe Japonia për herë të parë. Po, a mendoni për këto ekipet e reja, domethënë që dalin Ke një dikush. kromozon ande nga Japonia, nga Kina. Jo, nuk ka, un jam edhe si formullë, si koncept, un jam për çarkullim, kupton? Për herë Francë, Gjermani, Portugali, Argentinë, për herë njëtat ekipet që marrin kupat. Me Francën. Me Francën jam unë, Po ti ishe ndeshjet si tifoz apo edhe pak si analist? Më shumë i shoh si gazetar. Nuk është se jam fort tifoz sporti. Jam me Francën për shkak studimeve, s'kam mbaruar për frëngjisht. Edhe kaq, nuk është se Ti në çdo botror ke qenë me Francën apo? Po. Po. Okej. Njësoj Dhe kam qenë Kalamaçës dia si gjë, kam qenë me Brazilin. Është një emër në fakt Brazili këtë botëror që ju mendoni se do spikatim shumë edhe do bëhet ylli i këtij botërori? Jamal mendoj që është shumë mirë. Jamali është Jamal ti? po. Jamal është Ispanjës. Ispanjës. Tamam ai është arab, po tash për shqiptojmë tamam është Jamal, por në Francë në Spanjë nuk e shoh dhe është Jamal. Bisedat e sportit sikur na ikën kështu shpejt edhe nuk e mendoja në fakt për negocat të fluturonte kështu, Kosta ti e qang këtë punë. Mendoj se u përshtatëm shumë mirë dhe me këtë energjinë e sportit dhe po me këtë energji e mirë që ne e mbyllim gjithmonë do e mbyllim tek këtë pjesë. Vazhdo që ndro me ne Kosta dhe të gjithë ju që po na ndiqni, qëndroni përsëri me ne se ka akoma nga sporti. Po. Jemi rikthyer sërish në Top Albania Radio 100FM dhe në kanalin 10 në digital. Jemi këtu me Kostën dhe tani unë dua parashikimet e Kostës. Kosta do të nis direkte. Po e diti që njerëzit me këto vën skedina dhe pastaj kur të humbasin I shkruajnë Kostës. Tani përpiqu të jesh sa më i saktë. Okej. Golashënusi më i mirë. Po. Golashënusi më i mirë. Po janë Mali, Mbappé, Edhe një tjetër. Cristiano patjetër. Një bum. Jamal. Që mendoj që do jetë. A mund të themi që ai është edhe lojtari më i mirë? Apo? Do të çojë tjetër. I gjithë turneut. Ka plot, po Jamal. I bëjmë çevin Manushi s'është me Spanjën. Zbulimi i botërorit, zbulimi i këtij botërori. Kush ka surprizuar më shumë? Jamal. Vazhdojmë të në fakt në këtë kuptim e kisha më shumë, domethënë, se për shkak edhe Messi ka bërë super gol për shembull, edhe Mbappé bëri gola të Po zhgënjimi më i madh deri më tani, me çfarë kemi parë? Mendoj që Haaland. Okay. Mendoj që skuadra që ka surprizuar më shumë? Japonia, nuk ka befasu. Po, në fakt. Edhe ai trajneri që dilte me ato numrat, si më çfarë do thënë, lexo rreshtin e 3, lexo rreshtin e 5, domethënë. Kush është finalja ideale për ty? Franca me? Do që të ishte në Europë, Franca-Angli, mendoj, ose Francë-Portugali. Dhe kupën e fiton? Po, nëse nuk e fiton Franca, kush do e fiton? Paris. Do festojmë Paris. Unë mendoj se do ja marrë Anglia po përfunduan kështu. Po Kostam. Anglia ka tani po bëj si ekspert edhe unë. Anglia ka lojë lineare, nga fillimi në fund. Lozin i soj, si Gjermania gati, anglo-sakson. Por që francezët pa parashikueshëm, do thënë. Tash lëre pak futboll na trego çfarë bën Kosta pas i fiket kamera. Je po e njëjtë ashtu si çfarë që është në kamera apo ka ndryshim? Në kontekstin e humorit po, jam gjithmonë njësoj. I palepunçëm, një pozitiv. Po, sidomos në tryezat e miqve, se pastaj kur dalim në ambiente publike normal, po në përgjithësi në tavolinat me miq jam për herë kështu. Kosta, po në shtëpi kush jesh më shumë me ato batutat e tua? Mami, gruaja. Zakonisht edhe Sajmira ka emrin ose ime. Edhe Sajmira shumë shakaxhie bëjmë shaka po ngacmojmë njëri tjetrin kështu. Edhe tani me që ne i përmendë bashkëshortjan, ka diçka që është nervozuar ndonjëherë ajo me ty për sa i përket asaj çfarë ajo shef në ekran? Shiko, un kam një mënyrë për shembull kur shkruaj për një mesazh ç'kemi si të kam. Ke parasysh? Edhe në fillim kur ishim martu, domethënë kisha 2-3, pse i thu si të kam, ç'a e ke ti? Ke parasysh? Por që tani më njeh si jam edhe për shembull kur fillova punë Top Channel, është xheloze për gocat aty? Më thot për zotin nuk gënjej, më thot shiko thot pse nuk bën tot foto, se unë jam tip që kam shef ju bëj tjerëve foto, po jo vetes. Pse s'bën foto me gocat se shikonte për shkak që Alesia kishte
400.000 ndjeksa kështu, se ke parasysh kështu bën klikime edhe ty të bën famshëm. Edhe më thoshte ajo mu pse s'bën foto, nuk është foto me interes. Ka menduar. Domethënë kishte bëra pjesën e marketingut. Domethënë nuk është xheloze fare që aty ka vajza shumë të reja dhe shumë të bukura në mesin tënd. Nuk është xheloze. Na zbulon pak, s'ti e ke njohur ti. Mendoj që tani se di se çka ka në zemër. A njoja është e bukur fare. Jepi pra. Njoja si jemi me kohën apo okej. Kur isha pas gjimnazit, pas universitetit, kështu kam punuar për disa vite siç e thash fotograf. Dhe kunata që kam sot ishte shoqja imja, e do martohej edhe thotë, du ty fotograf, du ty të vish ndasëm. Shkojën aty tani, me thënë drejtën e çuditshme është i kam pëlqyer përpara familjen, para se më njoh se mirë. Edhe okay, familje, do thënë nga Kuksi e kam nusën, edhe kërcerin ishim tip kështu, do thënë, edhe më bëri përshtypje, nuk kishte bërë ndonjëherë përshtypje ndasëm. Kemë njerëzit kur vjen dhëndri, shtunë që vjen, do thënë, edhe mas disa muajsh më çon mesazh në kështu në Facebook, në Instagram që ore ti në punë je çdo gjë ke Terezi, pse nuk martohesh? Dhe batuta ime ishte të më njohin gocat siç më njeh ti, ikin me vrap. Ke parasysh? Edhe jo pse kështu, edhe fap më çon një foto. Por në fakt ajo nuk ikon me vrap, ajo është për gjithmonë. Edhe shohën foton e bukur sa ty thash, ç'a është kjo? Është tha motra burrit tim. Jepi gaz. Si ti jap gaz? Ma prezanto pra. Edhe tha mu, tha shiko, tha çoj mesazh në Facebook, tha se ndoshta të përgjigjet, i çoj mesazh unë s'm përgjigjet njëri. Pastaj fillun këto spionlishe që ka ardhur këtu, se ndërkohë kunata ime jetonte në Mamurras me burrin, sepse kishte prindin të smur. Kështu edhe vinte, ke parasysh, pastaj ishte unë po bëja fakultetin e dytë, edhe ajo po mbaronte po infermieri, edhe gjuhë huja me mjekësinë janë shumë larg. Qëlloja rastisht andej, domethënë kështu. Edhe si përfundim e hangri dhe trimi. Sa bukur. Nga këto për gjithmonë. Nga këto histori që luftohet për çm bashk. Po që ka qenë diçka shumë spontane, domethënë. Po me fëmijët, do na tregosh pak raportin me ta? Kam një super djalë, kam dy çuna. Dy çuna ti ke. Po ai që kam një vjeç e gjysmë është kështu, domethënë është. Si është Kosta si baba? Po s'është mirë të flasësh për veten. Shikon, jam shumë i përkushtuar. Domethënë edhe kur jam larg, se jam për shkak me turizëm, punoj me turizmin edhe jam Shqipëri, Maqedoni, Meteor kështu. Edhe i marr telefon për shkak se janë, po që djali nuk fle, po nuk më pa, po nuk. Okej. Edhe pse jeni larg, ju mundoni të lidheni. Nuk edhe është domethënë fjala parë që ka thënë ka qenë babi jo mami. Sa bukur. Megjithëse ne arritëm të hymë përtej asaj që njerëzit shohin nga Kosta nëpërmjet Top Arenës, pra në gjithë shfaqjet e tua televizive, dhe po afrohemi shumë afër pjesës tënde të zemrës, që është familja. Do t'i japësh një mesazh djemve që ta kenë kur të rriten? Kur kam qenë në shkollë, dhe do flas shumë sinqerisht. Kur kam qenë në shkollë thoja budallet martohen. Dhe djalin tim do ta fejoj 18 vjeç, do ta martoj 20 vjeç. Nuk ka gjë si familja. Ua, po pse ka shpejt më Kosta? Nuk është shpejt. Jo, më Kosta, se për zotin nuk është shpejt. Jo. Ndoshta në momentin që ai do ndiej gati. Po pse do ta gjej veç unë? Nuk thash që doja gjej unë. Po kështu theti, unë 18 vjeç do ta fejoj. Tani këtë pastaj atë. Shiko, do i vë kur, do i vë kush që dashuria nuk një mosh, nuk interpretime si dush. Çfarë ndodh nëse ai nuk e realizon kushtin tënd në kohën që ti do nuk po të them që tashi do ta nxjerr nga shtëpia. Po mirë, kushtet e kanë gjithmonë një pasojë. Ajo që doja të thoja unë është kjo që unë sot për shkak jam i martuar, se mia s'm pengon për asnjë gjë, shkoj ku du, shëtis. Po ti more kohën tënde ama për ta njohur. Patjetër. Dhe po thoja këtë që familja, domethënë për një njerëz që di ti ndaj gjërat, domethënë puna është jeta jashtë është jeta jashtë, jeta në shtëpi është, domethënë edhe kështu që familja nuk është kurrë pengesë. Shoh shumë vetë që nuk martohem se kam 100 halle ose nuk martohem se si kam punë Terezi. Punët asnjëherë nuk janë Terezi, domethënë. Nuk është pengesë lidhur me hallet, se patjetër kjo është çështje tjetër. Për mua familja është e para, këtë desha të thoja. Ka shumë prindër që nuk duan që fëmijët e tyre të martohen herët, të thonë dua të shijoj edhe pak. Ai nuk mendon ti që do të shkaktojë kjo pak diferencim nga familja e parë në familjen e dytë që ai do të krijojë. Tani unë personalisht unë jetoj me prindërit.
kam një shtëpi të madhe, jetojmë gjithë bashkë, do të thonë është çështje zgjedhjeje. Do doje ti që fëmijët e tu të jetonin me ty pasi martoheshin? Mendoj që do ishte shumë mirë. Sepse More Kosta, ç'mi ke këto mendime? po jo, Kosta nuk të kam lënë kështu. shikoj na. Po na e përshjefin tani. Një njeri duhet shijoj dashurinë për motrën, dashurinë për vllajën, dashurinë për prindin, për gjyshin, për gjyshen. ambient për ta Po tani shprehur dhe për ta marrë dashurinë. Po thoja në lidhje me familjen, do të njeriu duhet të jetë sa më afër një njeri që është sa afër familjes është gjithmonë i lumtur. Këtë ja u garantoj. Kosta, tani Sa ma ka se si ndoshta jo me shtëpi po ngjitur. një fjali. Nuk po them që duhet jetojnë se s'bën iniciativë, por Kosta, do më japësh vetëm një fjali që kur çuna ta hapin këtë intervistën sikur edhe pas 10 vitesh ta kenë nga babi një mesazh që të rikthehen gjithmonë dhe thotë që babi ma ka lënë këtu një mesazh. uroj që t'i bëj krenar, që kur ta thonë që jemi fëmijët e Kostës, t'jen ta thonë me krenari, mos ta thonë për detyrë. Unë besoj se do jenë shumë krenar për ty, Kosta. Je një njeri, nuk di, ke një zemër shumë të bardhë, shumë i çiltër dhe unë jam shumë e lumtur në fakt që të njoh. Faleminderit shumë. Dhe vërtet uroj shumë suksese edhe në vazhdim. Më shuaj vetëm një kuriozitet, të lutem. Më shuaj vetëm një kuriozitet, Kosta, të lutem. Njerëzit kanë parë gjithmonë të merresh me sportin. A do ta lije sportin për t'u marrë me një program humori? Nuk e kam menduar ta lë, do thonë e para unë një herë kam një parim, do thonë unë iki nga Top Arena ose nga procesi ose nga e diella, do thonë vetëm kur të më thot Manushi që marrëveshjen kam mbaruar. Se kam pas oferta. Dhe nuk kam hy fare, kam thënë jam Është loyal. po, edhe mendoj që një jetë besnikëria është gjëja më e vlefshme. Perfekt s'është askush. Kosta, sa shumë kemi mësuar sot nga ty. Perfekt nuk është asnjë njeri, kupton, por që janë ca do thonë gjëra që thuhet një herë dhe vendosen një herë. Kosta, vërtet ne të urojmë shumë suksese në vazhdim dhe kemi shijuar pafund shumë këtë bisedë, që ishte plot me ngjyra në fakt me Kostën, kemi prekur çdo lloj fushe. Dhe së bashku dhe neve na erdhi. Sidomos për tash e themi më shumë. Edhe ne gjithashtu na erdhi fundi, kjo entja sikur mbaroi shpejt, më duket dhe mua, ëh? Po di, kam bërë ca mungesa kohët e fundit për shkak xhirimeve dhe sa herë që mungoj më mungoni edhe juve. Edhe ti na mungon neve. Kështu që unë mezi e pres të njëjtën të rikthehem përsëri tek ju. Kështu që premtoj që nuk do bëjmë më premtime. Është premtim që do e mbaj gjatë. E kështu premtojmë dhe ne. Dashur miq. Edhe të njëjtën tjetër na gjeni po këtu në orën 6. Për shafime puthje, deri javën tjetër.